Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të kësaj bisede, por tashmë do të zhvendosemi në një tjetër moment. Do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegen Jonida Omeri, e cila ndodhet në njësinë numër 10, aty ku është ngritur dhe qendra e votimit elektronik. Jonida, të përshëndes, fjala për ty. Përshëndetje Ornela, po ndodhem në një nga qendrat ku është ngritur pra në rrugën Myslim Shyri në njësinë numër 10 në Tiranë, aty ku të gjithë qytetarët kanë mundësi të vinë dhe të testojnë votimin elektronik, pasi ashtu siç e kemi theksuar edhe më herët njësia bashkiake numër 10, por edhe bashkia e Vorrës do të kenë mundësi që në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të votojnë përmes sistemit të votimit, por edhe të numërimit elektronik. Sa i përket të njësisë numër 10 janë rreth 40.000 zgjedhës, ata të cilët në parlamentaret e 11 majit do t'ju drejtohen pra të votojnë përmes sistemit elektronik, ndërsa bashkia e Vorrës ka rreth 30.000 persona apo votues të cilët do të votojnë po në këtë mënyrë. Por për të rikujtuar për gjithë qytetarët, në fakt qoftë njësia numër 10, por edhe bashkia e Vorrës nuk është hera e parë që votojnë përmes kësaj procedure, pasi edhe në zgjedhjet e vitit 2011, por edhe në zgjedhjet e 14 majit të vitit 2023, kanë qenë të qoftë njësia 10, por edhe bashkia e Vorrës, ato të cilat e kanë aplikuar, po themi, këtë sistem votimi. Unë në këtë momente, Ornela, duke qenë se jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, po bëj edhe një testim, por duhet theksuar që për efekt të kësaj lidhje të drejt për drejt nga ana e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve është afishuar në ekran, po themi, ato skuadra të cilat janë skuadra futbolli dhe nga ana tjetër ata kandidatë të cilët do të jenë kandidatë në listë të hapur janë emra futbollistës. Pra ky është thjesht një demonstrim për të parë se si do të funksionojë apo për të parë se si qytetarët e njësisë numër 10, por edhe të bashkisë së Vorrës do të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Pra shohim që në ekran na shfaqen të gjitha partitë. Pra në këtë rast janë të gjitha skuadrat e futbollit nga 1 tek 11. Qytetari pasi e ka bërë këtë verifikim do të shohë që mund të zgjedh njërin nga këto subjektet politike apo koalicionet. Në këtë rast ne po zgjedhim një të çfarëdoshëm, pra një skuadër të çfarëdoshme për të bërë të mundur vazhdimin më tej të gjitha procedurave. Pasi e kemi klikuar, po themi, tek skuadra në këtë rast, do të shkojmë konfirmo votën. Me njëherë sa po ne konfirmojmë votën, Ornela, shohim që në ekran do të na shfaqet lista e kandidatëve pra të partisë apo të koalicionit që qytetarët do të zgjedhin në ditën e zgjedhjeve, pra ditën e 11 majit. Në këtë rast na janë shfaqur pra futbollistët, emrat e ndryshëm të futbollistëve që i përkasin, po themi, skuadrës që ne kemi zgjedhur. Po fillojmë me procesin apo me hapin e dytë, po zgjedhim një futbollist të çfarëdoshëm. Në momentin që e verifikojmë dhe është pikërisht futbollisti apo kandidati në rastin e zgjedhjeve të 11 majit që ne duam ta votojmë, atëherë ne kemi dy mundësi. Të printojmë votën në rast se hapi është i saktë ose të kthehemi pas për të ndryshuar, po themi në rast se do të ketë një gabim atë ditë, pra një klikim të një kandidati të cilët qytetari nuk e ka të preferuarin e tij. Ecim me procedurën e printimit të votës në këtë rast. Teksa presim pak qaste që vota të printohet, do duhet të theksuar se menjëherë në ekranin do t'i shfaqet po themi qytetarit partia, një fletushke vogël përmban partinë, por edhe emrin e kandidatit. Pra, fillimisht, pasi të nis kjo procedurë, do duhet që qytetari për ta verifikuar do të shohë në rast se është partia apo kandidati gjithashtu që ai ka preferuar. Në rast se gjithë procedura është e saktë dhe partia apo koalicioni që ky i fundit preferon apo dhe kandidati është zgjedhur në mënyrë korrekte, atëherë sërish qytetari do të rikthehet, do ta shohë edhe një herë të afishuar në ekran partinë apo koalicionin, edhe kandidatin i cili është në listë hapur dhe është preferuar nga ana e qytetarit. Në rast se gjithçka është në mënyrë korrekte, atëherë do të zgjedhim opsionin përfundo votimin. Por në rast se ne shohim që nuk është kandidati apo koalicioni që ne preferojmë, atëherë ne kemi mundësi të ndryshojmë zgjedhjen. Në këtë rast ne po ecim më tej me përfundimin e votimit. Edhe me njëherë, fletushka zbret poshtë, edhe është pikërisht emri i koalicionit, partisë, por edhe kandidatit dhe
futet vota në këtë kuti. Do duhet të ritheksojmë për të gjithë të qytetarët të cilët do të kenë mundësi të votojnë përmes sistemit elektronik, pra ata të njësisë numër 10, por edhe ata të njësisë para ata të bashkisë Vorës. Pra, pas kësaj procedure për të gjithë qytetarët, ka edhe akoma një shans tjetër në rast se ata shikojnë pra që kanë gabuar në këtë proces, kanë akoma edhe një shans tjetër për të bërë të mundur që ta nisin me edhe njëherë procesin nga e para në mënyrë që në zgjedhjet e parlamentare të 11 majit qytetarit të ketë votuar, po themi në mënyrë korrekte për partinë që ai dëshiron, por natyrisht edhe për kandidatin i cili ndodhet në listë hapur. Por do duhet theksuar se ka vetëm 5 minuta kohë qytetari që të qëndrojë përballë kësaj po themi pajisjeje, pasi për të shmangur nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo vetëm dhe autoriteteve të cilat do të jenë në terren atë ditë, për të shmangur radhët e gjata, qytetari do të ketë 5 minuta kohë për të votuar dhe për të kryer të gjitha procedurat të cilat edhe i treguam pak më herët. Gjithashtu do të theksuar se sa i përket qendrave të testimit. Nga testimet e deri tani kanë hasur problematika qytetarët dhe sa i lartë ka qenë interesi tyre për të ardhur dhe për të testuar pikërisht paraprakisht përpara zgjedhjeve të 11 majit. Në fakt, Ornela, të paktën në qendrën që u ndodhem pra në rrugën Myslim Shyri, pak qaste edhe më herët kanë qenë 10 qytetarë, ata të cilët janë afruar kësaj pajisje dhe kanë qenë të interesuar për të parë se si do të procedohet, pa çka se unë theksova se është një sistem i cili nuk po aplikohet për herë të parë, pra qoftë në njësinë numër 10, por edhe në Bashkinë e Vorës, megjithatë interesi nga ana e qytetarëve ka qenë i lartë. Paktën grup moshat e reja e kanë cilësuar si një pajisje moderne dhe një mënyrë shumë të mirë për të shtruar të drejtën e votës. Teksa nga ana tjetër, ata persona të cilët po themuni përkasin moshës së tretë kanë deklaruar se kjo pajisje moderne nuk është se ju përshtatet shumë, megjithatë ata e kanë gjetur veten edhe kanë kryer procedura dhe kanë theksuar që do të kthehen edhe gjatë ditëve të tjera për të parë edhe për të mësuar më tepër pra se si do duhet të ushtrojnë të drejtën e votës. Megjithatë, do duhet theksuar gjithashtu Ornela se nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë marrë të gjitha masat, pra ditën që qytetari do të shkojë të votojë, por jo vetëm edhe gjatë këtyre ditëve që po kryhet testimi, punonjës apo operator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë aty për të ndihmuar të gjithë qytetarët për t'u treguar pra se si do duhet të vijojnë me procedurat. Edhe ditën e zgjedhjeve, pra edhe në datën 11 maj, operatorët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jenë në terren dhe do të kenë mundësi ata qytetarë të cilët po themi hastin vështirësi të drejtohen operatorit, por duhet theksuar që operatorit do të ndihmojnë për sa i përket procedurave, por në mënyrë nuk do të ndikoj, pra në asnjë mënyrë në mënyrën se si do të votoj apo në mënyrën se kë kandidat apo koalicion apo parti do të zgjidhet, pra do të zgjidhet nga ana e qytetarit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Theksova edhe më herët që në njësinë numër 10 janë ngritur disa qendra të kësaj pajisjeve ku shumë qytetarë pra do të kenë mundësi të drejtohen për të mësuar më tepër. Një është këtu ku ndodhen në këto momente, pra në rrugën Myslim Shyri, një tjetër qendër ambulante, po themi apo një tjetër qendër testimi ndodhet në rrugën e Durrësit, një tjetër është shumë pranë Kishës Katolike pra në qendër të Tiranës, teksa gjithashtu për sa i përket Bashkisë së Vorës, edhe në qendër të Bashkisë së Vorës është ngritur një qendër testimi ku të gjithë qytetarët do të drejtohen edhe pritet të drejtohen pra për të marrë më tepër informacion sa i përket mënyrës së votimit elektronik në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, një procedurë e cila nuk është se po zhvillohet apo aplikohet për herë të parë, qoftë në njësinë numër 10, por edhe në Bashkinë e Vorës. Jonida, të falenderoj shumë për këtë demonstrim të drejt për drejt, për mënyrën se si mund të votohet elektronikisht nga qytetarët, uroj punë të mbarë në vit.